Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne si gjithmonë në DTV Media. E sot do të flasim për muzikën dhe pikërisht për të diskutuar këtë temë ka të zgjërë të këgjajën, tashmë që ka filluar edhe sezona e verës, e kam deri ta kem në studio këngëtarin Altin Ajzeri. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjej, përshëndetje edhe për juve. Si ka qenë ai rrugtimi fillimisht, kështu, çysh ka lindë interesimi për muzikë, kush e ka vrejtë, ndoshta kush ka zbuluar atë jetën? Fillimisht, unë ju përshëndes ju edhe teleshikues të juve, të emisionit juve, televizionit juve. Rrugtimi im fillimisht ka qenë prej vogël, jam mirë me muzikë për arsye që rrjedhi për një familjes që janë marrë me muzikë edhe më herët. Baba jam tash i ndjerë, është marrë me muzikë, axhallart. Jemi familje e madhe mirë po që merremi me muzikë para shumë kohësh, tani edhe kemi vrejt talentin, gradualisht edhe me punë jemi ngrit të punu çdo herë më shumë drejt suksesit. Pra ka qenë kështu trashëguese. Po, është trashëgim familjar, po. Po ashtu edhe e keni po angazhimin e tyre dhe atë stilin e punës, sepse po, është një punë konvencionale. Për derisa rritesh me një frymë tillë, nuk mundet me dalë tjetër gjallë, besoj unë. Edhe jam rrit me muzikë, jam rrit me këngë, jam rrit me instrumente shqipe dhe gradualisht e kam vrejt familja, e kam vrejt edhe vetë, tani edhe jam i marrë më seriozisht me këtë pjesë. A mundesh me na tregu më shumë për stilin pikërisht këngëve tua? Po fillimisht, po flas për kohën e kalume, unë jam marrë me muzikë folklorike, këngë me çiftelia, për arsye që si tregova edhe më herët familja jam kanë rrjedh në atë zhandër të këngës. Gradualisht e kam pas interesimin te këngë popullore, këngë të dasmave, edhe e kam zgjedh anën e popullores, dasmave. Kemi punu drejt atij drejtimi. Kam qenë në shkollën e muzikës Preng Jakova, mas ne gradualisht se cilën herë tu e ndje ma shumë pjesën e popullores edhe dasma, kom kalu të ajo pjesë tash e sa vite me ren. Po, pra edhe, ndoshta që keni shkollë në shkollë të muzikës, e keni pas ato që edhe në anën teknike keni mësuar ndoshta më shumë? Ajo është punë shpirtërore. Unë gjithë e kom dosh muzikën popullore, edhe pse e kom praktiku folklorikën, unë e kam knu dhe popullore, kur kam qenë i vogël po flas. Mirë po mënyrën profesionale, 8 vite, ofër 10 vite jam që jam skenë rregullisht. Po flas si me naja në përlongjë, si me mbramje, familjare dasma ajgje të ndryshme. Është një sen që e vren me shpirt edhe me zemër, apo më kupton. Unë e kam dashur edhe du prapë edhe folklorin, mirë po shpirti më ka flajt më shumë populloria. Tani edhe më drejtu në atë pjesën tjetër. A ke ndonjë kujtim ndoshta nga fëmijëria, nga këto performancat kështu, që ty të kam bejt mas shumë të ndoshta mbresa më të mira. Po si vogël, kur kemi performu në ditat shkollave, në për festat ndryshme në favor të shkollës. Zakonisht më konë ai djali në shkollë që gjithmonë kom performu, në lidhje me muzikë, ose kom kënu, ose qoftë me korin e shkollës, qoftë vetë si solo këngëtar. E që atu janë disa kujtime që i moj men për fëminisë, e moj men edhe kom kanë kapë si fëmi edhe më kanë ullë qëto se s'ku mujtë mullë. Dhe më thonë një për i televizionet e tjera. E janë disa kujtime, po të mira, me gjitha të mira. Si ndihesh tashmë që i kujton, ndoshta duke e krahasu suksesin tënd, a kishe menduar që ndoshta jo atë që i vogël kishim rritë edhe këto? Unë jam një djalë që ndroj shumë edhe punoj shumë. Gjithmonë e kom dash punën, e kom dash edhe suksesin normalisht. Mirë po kur i shoh disa, është edhe ajo pjesa që thëmë pse kom knu që shtap, nëse nuk është kam profesionalizmin nivel. Amo çdo herë njëri tu po të bo edhe mëson, prej gabimeve edhe mëson. Ka dorë Zoti tash e kemi një sukses më të madh, jem ngritje çdo ditë më shumë, punojmë secilën herë për me qenë sa më shumë i dashur për popullit dhe me pas sukses sa më të madh të njerëzit. Çka kërkohet nga një këngëtar, pikërisht ndoshta në fushën tuaj të vendimit? Fillimisht kërkohet me qenë njëri i mirë, jo këngëtar i mirë, po të me qenë njëri i mirë. Do të me kanë komunikativ, do të me kanë i dashtën për popullin, do të me knu mirë, do të me, jo me bërtit, po do të me knu. Unë jam të edhonë menimin tem, se ka menime shumë të ndryshme të njerëzve, mirë po, një këngëtar i mirë, do të me knu mirë. Se këndim është me knu, jo me bërtit ose me bo një gjatë tjetër. Do të me kanë shumë komunikativ me anën e njerëzve, me dasmurt, me langje, me publikën, kudo që t'jesh, do të me konë komunikativ, do të me konë i busqeshur, do të me konë i dashun të njerëz, mirë po mbi gjithashtu edhe këndimi. Me konë këngëtar i mirë, me ditë me pas repertor,
me ditë kongë këgja shumë, jo me shku me 3-4 kongë një ose një dashëm, do të me konë shumë i pregaditur, si psikisht, si fizikisht, çka do të shikiti gjatë ditës tane, kur shkesh në mramje, ti do të me shku të kesh, se ata nuk kanë faj kur gja, po kuptan. Çfarë do sfide që ki, çfarë do mërzije, ti do të milon ato mrapa edhe me vazhdu me kongë. Si arrini me bu këta? Po kja arrijet falë punës edhe përkushtimit. Jemi të përkushtum në këtë punë, si ana juve që keni gazetarinë, emisionet, na e ki muzikën, mirë po nëse i kena 100 telashe, gjatë ditës pezojna, familjare qoftë profesionale, kur dalëm s'kin të me dalë të kesh. E kem, është edhe ligji punës, se në momentin që del s'kin me i mërrëllë shumë ose diçka tjetër është. Tani nuk i edhe fokus në punë, nuk i përkushtum, s'mund është mu përqëndru. Muzika e dënë, momentin që të kap mikrofonin, del me knu, që ka ndodhë, e len anash, fokusosh në punë edhe je në regull. Si të ki stres, si nuk i përqëndrim, edhe suksesi është, nuk është prezent atë. A keni pas ndështë ndë një ku, keni pas vështirësi pikrisht me balansimin e kësaj, pra me dalë një skenë edhe me fshej ato mërzit? Falë zotit, unë i kom hek të sene shumë mati. Bile kur më pysin ka njerë, që s'po dhjanë marra, adin së unë e dalë, nuk e kam prit problemi, 100 veta, 1000 veta unë e dalë, se e di qka bëj edhe e di që shumë njoj njerëzit, edhe kom hek atë pjesë shumë mati, prej vogël, nështë ta si fmi pak ka ndodhë njëherë me gabu një tekst, gjatë transmitimit kur kom kënu, ama tashmaj është edhe është zhduk, nuk më në me pas një trem, një dishka nëse shkoj vetë si këngëtar, një trem e vogël edhe nëse nuk i kam muzikantat e mi mrapa, do më ata nuk e din se qka bajone. A për derisoja me ekipën tem që punoj tash e sa vite, nuk është që kam stres. Edhe bashkëpunimi, këto duket së është gjëja kështë? Kuptomi me shikim, kuptomi, hiç s'kam nevojë me folë, se e din qka bajone. Mirë po edhe unë e di se qka bojnë ata. E përmende se për ty është gati njësaj, nëse është publiku me 100 persona dhe 1000 persona? Nuk e kam atë problem, po. Se arrin atë lidhjen, pra energjin pozitive me dhonë? Fillimisht, pregaditmi pak para se me shku. Për ma shembull për një darsët, pregaditmi para se me shku nëse shkojna me një komun tjetër, me një vend tjetër, nëse shkojna me një shtet tjetër kem raste, pregaditmi pak me anën e reportarit kongve, edhe pse kom një reportar që flen edhe për shtatët në çdo vend ku folet edhe kënohet shqip, mirë po se cila anë, se cila treve ka atë qefin e vetë. Kem raste në ere ku nështë nuk mund është mjë për shtatë shumë dasmorve janë me telashet vete, ose diçka tjetër, ose ka përqindje matë madhe të më shumëve, nuk ka shumë vallëzim. Mirë po 95% rasteve i kam shumë atmosferike dhe i kam shumë të mira. Në momentin që i shot dasmurt edhe e kuptoj pak se qka dojnë ata. është ta prej mimikave? Prej mimikave, prej si të njësë muzika, si të pash që janë të të këshyrë me atë vullnetin e mirë mu që me këcy, të vesh këna tani ma të smete tjetër sa. Po dhe këngëtore, është njëra për elementeve. Normal, edhe është puna qyshe monitoron gjendjen të nga darsëm, qyshe i lidh me publikën, me familjen e ngusht, të asoj nate. Unë e munduna me konë shumë komunikativ, para prakisht i diskutojmë senet edhe nuk është që kemë të lashe kalojmë shumë mirë. Qofë 100 persona, qofë 1000. Po pikrisht sepse kështu nga ona, për shembull, dhe dasmurve shohin që ka shumë dasmur dhe ndoshta mundet me qenë pak kaotike ajo, do më thonë, shohin me vallëzu, plot persona e kështu. Normalisht. Për ata, ndoshta organizimi i krejt ditës detaje është ajo. Besa është lunë rol të madhe dhe këngëtarin këtë pjesë. Nëse menaxhon të situatën se kemë raste të tilla të ndryshme që nuk janë marrë me këtë pjesë darsmave, nuk kanë pas gëzime familjare dhe nuk din rreth organizimit. Po flas, unë shkoj si këngëtar, jo si organizator, mirë po e marrë një pjesë të organizimit të roleve kyçe, kryesore të asoj nate, i marrë do përgjithësi ka njerë për arsye nëse i shoh që nuk janë të ditë. Së shembull dhe kam pas një darsë para 20 vjetë edhe më nuk kam pas. Tash dita e ditës zherë po ndryshojnë senet. Po janë do pika kyçe, do pika bazë, në to që ndrojën e shumë, me pas vëmendje familja, e ngusht, pezojnë adhandrit, familja e ngusht, mas nej, me dhonë vëmendje kryesore, me zhvetri, kur të qesëm me vallëzu me vajzën e tyne edhe me meshteri. I kam disa pika që i përdori mirë, po
falë Zotit, edhe i kanë pëlqyer dhe i kanë dashur shumë njerëzit. Se janë favorin e tyne normalisht. Po dhe ato e në pikat kyçe që ndoshta nëse cilën trev, krahin, apo kështu, nuk ndryshojnë ato. Nuk ndryshojnë. Kallma cigaren tek nën, ndash në Prishtinë, ndash në Tiranë, ndash Shkup, ndash Kup. Ne duhen gji pa dole aty se lëndë. More e pini se pini na cigaren ja qojna, ka me dhezaj. Cili është momenti preferum, piket një darsmës? Valoj në i qmoj dhe i du shumë, prej fillimit deri në fund, janë të mira shumë. Muj me qmu dhe me vequ pjesën e kur dalin me lujt në është familja e ngusht ma shumë. Dyqysh është një emocion ma ndryshe. Se kur e shenë është prindin me djallë, nana, vlau, motra, vjen ai surprizë prej gurbetit, zakonisht, kem pjesën e shoqënisë, s'moj me veçu diçka, çdo sen është i mirë, besam. Sikur kur të nisë darsma, edhe e nis një kong për fillim dasmës, edhe i sheh ato buzëqeshet ato, krejt janë të mira, besam. Ja, pikërisht është dita ndoshta më e veçantë e siftit, ju bëni se një pjesë e familjes, kështu? Po, për atë mbrëmje, jem besa këgja të ngushtë jena me atë familje. Se edhe kem përgjithësi të madhe, mirë po edhe familiarizohemi në atë aspektin që edhe me kanë ma shlirë edhe më kry puna ma letë edhe ma mirë. A keni pas ndoshta ndonjë situatë ku ka mujtë me ndodhë diçka pa parashikueshme dhe është dashur kështu më zind? Asi raste kem të shumta. Për dasmat që ka dhe alkohol prezent, kemi ka pak probleme, të vogla po flasi, jo të mëdhaja, mirë po me komunikimin, me familiarizimin e familjes të ngushtë, më falë, tasoj dasme, edhe i te i kalojmë ato. Kena pas një rast, një fatkeqësi ka qenë, të dosh me anis me kënu, me një gëzim familjar, nuk po përmen një emër vend as kur gjo, të dosh me anis me kënu, e kom marrë mikrofonin, e kom vesh setrën, edhe kom një që ja ka nis me bërtit edhe me kajt. Asoj familje i ka ndru jetë djallin gurbet. Për djallin tjetër u bëjke gëzimin atë shpi. Jëm një të në temën e ma kesh nuk jëm një të një saj përket punës si këngëtar. Ish momenti veç me dal me kënune, u pregadita, dole në orkestra, e shumë që ndodhi që aja, a tash na nuk po kuptojmë, a urzu dikosh atë qka, edhe presëm pak, deri sa të kuptojna, edhe vina të regojnë, thëtë qështë thëtë i ka ndru jetë, na të regojnë një familjari tyne. I ka ndru jetë djallin në gurbet, muzikë s'ka. Okej, na ullëm tash, na kajshëm barabart me atë familje, se nuk ish kontrol, një anë tira i këtë leg, një kajke, një bërtitke, me e keq që ishtë që nana vike me djallin tjetër me kere. Kamerat ullshun me ingjizu, me prit, se nuk dishin. Ata vishin gëzim me sirenat kereve, vishin me gëzim, me muzik, kur vine dhe e kuptojnë, dhe me thonë, kompleta e mbromje shkon në tragedi, edhe u konë njona ndër, deri sot nuk kom pas rast matronë si këngëtar, që e kena provu edhe nga ka sprovu zotin atë familje, mirë po, janë sanë edhe që ndodhin edhe të mi pas për asysh, qoftë fatkeqësitë e familja, qoftë diçka tjetër, mirë po lutemi shumë që ku do që të morëm i pjesë, me kalu sa ma mirë dhe me konë veç senet mirë anë atë denë. Në të vërtet kështu se eksperiencë, nështë ju pas ka sprovu gëzja? Është shumë e ranë. Dhe me thonë, këna posë qash mikpritje të mirë për asoj familje. Dhe më prej kur jena shku neve nga kanë mojtë qështë, veç qka po dënë, jo veç a këna mu këna që qysh këna me kalu, a këna me kalu mirë, na kemë besim të jo gjithë shka. Edhe mu këthy për 5 minuta mu rëtullu komplet. Po janë çështjet zotit që na nuk mundu mu përzi, veç du të mu pajtu me ato që ndodhe. Edhe du të me koni pregadit psikisht e fizikisht për me te i kalu. Po pikërisht ke përgatitja psikike, emocionale. Normalisht po. Nështë çdo punë dohet, por duke marrë parasysh që shumica e dosma ndoshta edhe janë shumë do më thonë të gëzueshme, kështu ndodhen gjërat pa pritura. Normalisht, ato që ndodhin pa prit, se kemë raste tjera që nashta gjatë vallëzimit rëzohet, dikush lëndohet, mirë po bëhet tërheqja e shpejt edhe smeret fort apëtin, se s'bo mu prish dashma për një incident, as aksident, jo, ose kemë dikush që i ketësohet gjendja aty për atë, ose raste për mena i fmi diçka, të lujt, të vrapu, a mos i rast ma i rani u kona i që të regova parzit, është
da rastet ma throna. A përmendet që keni incidentet vogla kur ka pije alkoholike të përfshira në dasma? Jo shpesh, rrallë herë. Po flasë se na si popull jem që kur të gëzohemi dhe tani kur e kemi prezent edhe pijen tani na shohëm. Ama 90% rasteve kalojna mirë po është një përqindje që dikush e përjeton ndryshe, na shtat pjesën e sofrës kur keme s'kalon situata, e ka pshishën, i mshën sofrës, ose këshyr me fashpreje me angër sofrën, ose me thy sofrën, ajo s'pa me ndodhë, mirë po ato ndodhin për arsye ndikimit pjesë alkoholike, mirë po mundohemi me të i kalu edhe ato në mënyrën më të mirë të mundshme. Qoftë me familjarë, se zakonisht i kam familjarë të ofër, me ta, qoftë me stafin e restaurantit, ku jemi atë natë të përformu. Me mimika, ose me abo kështu, ose ndaloj vetë, e kem rastet tila, kem kur vjen të abën kënë ma filën kongën, të nashta jetu e kënu nusën me vjerë, a e lyp një kongë këtë krejt. Në kërkesat e rastet, a dina i lofi poplit kesh e nxesh. Shkojmë ka pak qashtu ka nere, pak ma vunë, hajtë së dhe pak, hajtë. Mirë po du të me konë pak edhe psikisht, ko që i furt, du me konë për më mirë me qasë sene, apiden. Së nashta, kejtë kongë tjetër lyp, unë ja qes dorën të kroja, ba e të knujna tjetër sen, me ahu pak atë menim. Dishta me të pytë, cila mundet me konë, dishta i veçu një apo disa krajina, vende, ku ty të pëqenë mas shumë të me performu, të pëqenë mas shumë të traditat? Kom pas shumë intervista gjatë këtyre kohëve të fundit, edhe kom të regun shumë vena që kudo që foljet Shqip, besëm që dhe darsë të jetë mira. Mirë po mundëm me veçu zonat ndryshme që janë ashta ma Sevdali, ma Maraklina onën e muzikës, e kem onën e Ana Moravës, pjesa e Gilanit, Soarek, Prizren, Pej, Pollogu, Maqedonia, në tërësi janë shumë Maraklinë muzikë, kudo që të knojsh e kanë atë saktësine, vallëzimit, e respektojnë muzikën shumë, e dojnë shumë edhe mëj me veçu edhe pjesën e Maqedonisë shumë, gjithdo kënd kudo që të përformojnë a e ka atë vlerën e vetë. Se cila krahin, veçohet, shumë ta morë shambull, se cili vene ka veshjen e vetë, në veshjet po flasë tradicionale, qashtu e kanë edhe onën e muzikës. Veç që do të mjë përshtat tani pak me këshyrë që ka dojnë ata. Po ashtu dhe isha të fokusohen tek rrjetet sociale, sa funksionojnë për ju, se atë janë anë kështu pozitive dhe negative të kësaj, që i keni vrejt jo? Për një artist tri, edhe për një person që merret çka do kuft me art, ose me çka do kuft profesionin e tij, është edhe e mira, po është edhe e keqja. Është nashta shumë ma lehtë se kohëve të kalume. Unë e kom rri pak edhe fazën që nuk ka pas shumë evolim të rrjeteve sociale, edhe është dashur më merr me atë ku ka qenë Facebooku pak, mas në Instagrami pak. Është shumë e lehtë, mirë po është edhe shumë e vështirë. Se janë të hecë dhe sene që ka nuk du të me hecë, janë të publiku dhe sene që ka nuk du të mu publiku në shoqërinë tonë, në kulturën tonë si popull shqiptar kosovar, që na nuk i pranojmë që ato sene, e asun personalisht asë njerë, do me thonë, hecin dhe sene që unë s'me asë mi thonë. E tani po bjen pak edhe puna e muzikës, është një degradim i madh i kongës, i muzikës përgjithësi, knohet jo diçka që ka vlerë të populli, po diçka që a prezanton ashta me një pjesë e prezanton një marrë të madhe, e kënejmë lotë të tjesë këmë bukur gjone, a bedin na populli na i dim këtu sene, po është edhe ona tjetër shumë e mirë sa i përket nuk i nevoj shumë për sponsorizim, nuk i nevoj shumë për reklamacion. Nëse veç të pëlqejet konga, besëm që hecë, sidomos në rrjetin social TikTok. Unë atu kom post video me miliona views. Ka hecë një diçka spontane. Më ka hecë një video, po flasë para 4-5 vjete, në autobus të kënu me def. E kom post një shok temin, e bojmë një video 20 sekundë që dhe 1 milion views i ka. Qes video profesional në herë, me instrumente me orkestër, i merë 50.000 views, 60.000 views. Po flasë, populli janë të doshë sene ma, s'po di që shmi qujt ato. Nashta po dojnë sene ma spontane, ma direkte, s'po di që shmi qujt. E është edhe ona e mirë, për është edhe ona e keqe. Se një këngëtar i mirë,
nashta punon shumë, vepron shumë, ama nuk mundet mu vlerësu si pas nuk vlerësohet si pas meje. Se del dikush tjetër, bojnë senet që jo për mungu, po për më këshyr, ma shumë, edhe janë edhe të mirat edhe të këshijat normalisht. A mundet me qenë kjo fama e TikTok-ut, a fatë shkurte? Po, nesër mioteka ti kinezit me mshel, po ta garantoj një 60% 70%, jo veç këngëtar, po qofta blogerat, qofta ata, shtirë kanë me pas. Kemi po edhe në Amerikë para një vjetë e gjysë dy kështu, panik do me thonë e kontinentit tërë. Amerika, Si kanë me... po na jemi sa një lagje Amerikës, as lagje jo. Edhe do me thonë, tash cilin të pysh, të ta, po jam tiktoker, jam blogere, më the thash, qka po bëndi? Unë e kum funksionu me TikTok edhe me live prej të parve. E din ata që kanë nejt live edhe më njohin. Unë jam kom dër të partë. 15.000 veta, 20.000 veta, i kom pos momental të më shiku. Jam kom dër të partë. Unë e di që ako TikToku. Edhe më largu gradualisht. Pak të më diku shëshnia, pak rrethi, se edhe e posh që ashtu ndodhë. Nuk del më si këngëtar, po del si TikToker. E unë nuk du më orë deri në na ditë. Kam rast hinere me shoshni, a më si dikush që rrë 24 orë, po edhe po paguam dhe, pëse më svenajt. A veden. A më është, unë nuk e qmëj që atë sen. Se si të poplit, e syni poplit i del si TikToker tani ma shumë. Pra nuk mundemi me qujt një karrierë kështu... Po ti më nësh me qu një karrierë një fazë, për menim tem. Nesër nëse më shelet TikToku, qita që po bojnë reklamacione dhe që po bojnë prezentim produkteve, bojnë e prezentim trajshëm, flasëm realitet. Unë e dalë cilin dush edhe flasë, nuk e kom problem. Pse se i vjen oferta, thët i kish kaq pare, prezentëm a produktin. Po ku është rezultate, a vedin. Po janë dësenet që mu nuk më përket, mi folë edhe s'po du me ima anej. A mo du me pos regu, du me pos... Se keni mbajt gjatë këti rrugtime tuajt muzikor, identitetin tuaj, stilin tuajt muzikës dhe nuk keni ndiku ndërsa prej trendeve të ndryshme për me ndryshu se se ju këndone? Unë vetë qëndroj vetë vetja, edhe jam shumë i drejt, edhe nuk tut në asnëherë. E din, qoftë rrethit, qoftë familja, shoqënia, ata që më njohin veç pak, e din që jam. Jam shumë i drejt. Jam shumë i drejt për drejt, e thëm lofin në sy, nuk kam nevojnë me ta bo mas shpine ose diçka, jo. Që kjo më pëlqen, ta vlerë sa i së më pëlqen, unë të thëm nuk është për mu. E unë e kam qitë personalitet, edhe ka dosh zoti jam i dashur me njerëz që më vojnë pak unë një doshëm, veç pak më ofru, unë jam shumë i dashur të populli, edhe që ka afirmiteti jem tani ka ndiku të njerëzit, disa ma kanë marrë për dopsi, edhe jënë mënu nashta me bona e far intriget vogël, mirë po më ka kalit jetë, a thot populli, ka gjamati kështu që nuk është që i kemë të lash ato pjesë. Personalitetin e këmë kriju me shumë mund dhe me shumë sprova gjatë jetës, nuk e lejoj më ndryshu për asni njeri, për asni profesion gjatë kitë jetës tem. Jam këtë që jam. Qoftë në muzikë, qoftë në punë, qoftë në familje, nuk është që kam qef me ndryshu. Si me emocion, si me qa, dhe më morë me kesh, më morë me kaj, nuk e kam problem. Nuk jam shumë manipulus. Pra jeni direkt, dhe të vetëm të vërtetën, ndërsa në shumë situata. Që ashtë të dhe më njojnë rrethë. Ce ashtë të ndra juaj? Andra shumë, po punë më shumë. Unë e du punën shumë. Spritaj asë njëherë, edhe tash falë punës që e bëj, edhe që ato andra po vinë të realizu. Si një njëri që merret me muzikë, normal du me po vetën shumë me sukses në muzikë, mirë po ndër kryesore e kam primare, e kam familjen. Familjen e qmëjshëm, normal duhet me shmu çdo njani, amon e kam primare familjen, me kon regull familja, mas nej për punë, tregova dhe merët që punoj shumë, edhe ka dosh zoti rezultatet po vinë gradualisht. Ndroj me kon një këngëtar i dashur mas pari për popullit, se popullit ngrit, po popullit edhe të rëzën shumë letë. Ndroj shumë, po edhe punoj shumë, nuk po të ceki diçka të madhe,
Mirë po, shpresoj shumë si që ato që i ndroj edhe kam i realizu në vazhdimësi. Po shumë që këtë sistemi që ke organizu po funksionon, do më thonë, veç ndoshta me... Qatë sekund që nuk kam rezultat, unë e ndroj. Po ka dorë zotë, jom njësë prejmë fillemone me këto. Jom merë në ashta me shumë senë rreth muzikës, a mo që kjo të vetë vetja nuk e kom ndryshu asë në herë. Se më ka bo, se gjithmonë ku më ka rastis me najtë me njerëz ma ditun se une. Ma të pjekun, ma profesional. Në ashtu një më konë fëmija adoleshent, më ka ro me najtë me koreograf, me inxhinier muzike, ose me, nuk po di që ka me të morë shambull, me këngëtar të ndryshëm, edhe në ashtu një ure gjysë vesh kum gu mua vetë. Ama pak merë atë, pak atë, e kom kriju personalitetin temë dhe nuk është që kom frikë në atë pjesë. Vesh du me konë qështu që jam. Se edhe njerëzit do më thonë, vesh mos ndryshaltin, edhe që ato e kom praktiku edhe nuk kam frikë asë njerë. Atërë faleminderit shumë që ishte sot në studio dhe me të vërtet e zhvillum një bisedë. Prakëm goxha të pika kështu, të krishësh një studio. Krejt ka pak. Faleminderit juve, knatësi, ju uroj punë morë, suksese gjithmonë ju dhe televizionit juve. Faleminderit shumë. Dashur shikues, ka që kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takim në radhës, mirupafshim.